të Hamasit së bashku me gruan e tij. Të paktën 18 persona tjerë kanë mbetur të vdekur nga sulmet, ndërsa autoritetet izraelite ende nuk kanë dhënë asnjë deklaratë. Udhëheqësi politik i Hamasit, Salah al-Bardawel, ka mbetur i vrarë gjatë një sulmi ajror izraelit në qytetin jugor të Khan Yunis në Gaza. Lajmi është konfirmuar për BBC nga një zyrtar i Hamasit, ndërsa njoftohet se gjatë sulmit ka mbetur e vrarë edhe gruaja e tij. Në një deklaratë, Hamasi tha se Bardawel ishte duke u lutur së bashku me gruan e tij kur një raketë izraelite goditi tendën e tyre. Bardawel është një rreth 10 zyrtarë të Hamasit që raportohet se janë vrarë që kur Izraeli rifilloi operacionet ushtarake në Gaza. Autoritetet izraelite nuk kanë dhënë asnjë deklaratë për ngjarjen, ndërsa autoritetet shëndetësore në territorin palestinez të drejtuar nga Hamasi thanë se të paktën 18 persona janë vrarë të diele në Khan Yunis dhe mëtej në jug në Rafah. Izraeli rifilloi sulme të rënda në Gaza në fillim të kësaj jave, duke i dhënë fund fazës së parë të një armpushimi që zgjati pothuajse 2 muaj. Ai fajsoi Hamasin për refuzimin e një propozimi të ri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të zgjatur armpushimin. Hamasi nga ana tjetër akuzoi Izraelin për braktisjen e marrëveshjes bazë të ndërmjetësuar nga Katari, Egjipti dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo parashikonte tërheqjen e trupave izraelite dhe lirimin e pengjeve dhe të burgosurve palestinez, si dhe vijimin e negociatave për t'i dhënë fund luftës dhe rindërtimin e Gazës. Ushtria izraelite nisi një fushat për të shkatruar Hamasin në përgjigje të një sulmi të paprecedent ndërkufitar më 7 tetor 2023, në të cilin rreth 1200 njerëz u vranë dhe 251 u morën peng. Më shumë se 49500 palestinezë janë vrarë në Gaza që atëherë, thot Ministria e Shëndetësisë e drejtuar nga Hamasi. Për të folur më gjërësisht për situatën e ndesur në Gaza, por jo vetëm edhe për politikën në tërësi në lindjen e mesme, do të më bashkohet në komunikim të drejt për drejt me Skype historiani Olsi Yazegji. Zoti Yazegji, të përshëndes, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit. Zoti Yazegji, armpushimi në Gaza është prishur sërish dhe nga sa është raportuar Izraeli ka vepruar edhe ndaj Libanit jugut, paralel edhe me sulmet amerikane në Yemen. Nga jo çfarë ne mund të kuptojmë në këto momente, cili është synimi i rifillimit të këtyre sulmeve? Sulmet kundër Palestinës apo Gazës nisën që në datën 18 mars 2025, kur kryeministri izraelit prishi marrëveshjen e armpushimit me Hamasin dhe që atëherë ka vrarë rreth 400 palestinezë duke përfshirë gra dhe fëmijë. Përveç sulmit kundër Gazës, Izraeli është duke vrarë njerëz në Pregun Perëndimor. Sot ka sulmuar në mënyrë agresive edhe Libanin, përveç kësaj ka nisur edhe sulmet kundër Sirisë dhe amerikanët kundër Yemenit. Çfarë po ndodh është gjithë këto agresione apo luftë në 4 fronte që Izraeli ka hapur në këto momente, kanë të bëjnë me politikën e brendshme izraelite. Kryeministri Benjamin Netanyahu rrezikon burgun, nga që është i korruptuar. Izraeli është pothuajse në gjendje të një lufte civile, ku 70% e izraelitëve nuk duan më luftë me arabët, por kryeministri izraelit në mënyrë që të qëndrojë në pushtet, ka nevojë për të bërë aleancë me grupet ekstremiste, mesianike, çifute, të cilat duan luftë me gjithë popujt arab. Në anën tjetër, Izraeli në këto momente ndihet më i fuqishëm që nga nëntori i vitit 2024, kur u nënshkrua armpushimi me Hizbullahin, nga që pak ditë pas nënshkrimit të armpushimit me Hizbullahin, Izraelit i ndodhi një nga mrekullitë më të mëdha që prej krijimit të tij, që është rrëzimi i qeverisë siriane të presidentit Bashar al-Assad. E Izraeli nuk e ka më rrezikun që kishte më herët nga boshti i rezistencës i milicive të udhëhequra nga Irani. Hamasi është dobësuar, Hizbullahi është dobësuar, Siria ka rënë dhe të vetmet që shndrojnë akoma janë Irani dhe Jemeni. Por nga që Izraeli nuk përballet dot me Iranin vetë ushtarakisht, apo edhe me Jemenin, ne po kemi qeverinë amerikane të presidentit Donald Trump, që është duke bombarduar pothuajse për ditë Yemenin,
Dhe në anën tjetër, kryeministri Netanyahu ka filluar që të vrasë civil në Gaza dhe në bregun perëndimor për t'i bërë qefin grupeve ekstremiste që fute, dhe e dyta për të patur një justifikim ligjor përpara gjykatave të cilat e akuzojnë për korrupsion dhe për marrje rishfeti nga qeveria e Katarit, sipas të cilave Netanyahu duhet përfundojë në burg. E qartë, zotë Yazigi, është njoftuar pra vrasja e një prej drejtuesve më të lartë të Hamasit, një organizatë e cila vazhdon ta ketë nën kontroll Gazën. Në momentin e tanishëm, pra aktualisht sipas jush, zgjidhja e dy shteteve a është fshirë përfundimisht nga agenda e fuqive kryesore? Tani, Bashkimi Evropian, Rusia, Kina, bota muslimane, Shqipëria gjithashtu, të ndrojnë të gjitha në krah të planit të dy shteteve. Pra, si Bashkimi Evropian, si të gjitha fuqitë e botës, e din që Izraeli nuk ka opsion tjetër, por vetëm se të lejojë krijimin e një shteti palestinez. Por Benjamin Netanyahu, si një njeri i korruptuar që është edhe që lufton për kokën e tij, nuk t'i intereson as mirëqenia e popullit izraelit, edhe aq më pak e palestinezëve. A do ketë shtet palestinez? Sigur duhen ngjasat në këto momente, kjo është diçka shumë e vështirë, pse ka që kryeministri i Izraelit në këto momente ka mbështetjen totale të presidentit amerikan Donald Trump, i cili i detyrohet para lobit zionist në Amerikë, të cilët e paguan dhe e sponsorizuan që të zgjidhet president, dhe në mënyrë që Trumpi mos ketë probleme në politikën e tij të brendshme amerikane, dhe që të lejohet atë të bëjë atë që po bën, që po është shkatrimi i shtetit imperial amerikan dhe kthimi i një shteti kombëtar të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Pra, në pazarin e tij, Trumpi i ka dhënë dritën jeshile Netanyahut, duke i thënë Netanyahu, shko vrit arab sa të duash, ne amerikanët do të mbështesim në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, do t'japim armë dhe ti do bësh çfarë të duash. Ëndra e Netanyahut dhe qifutëve ekstremist është që nëpërmjet këtyre vrasjeve masive të civilëve që ata bëjnë, është që nëpërmjet amerikanëve të shantazhojnë Egjiptin dhe Jordaninë, ndoshta edhe Sirinë, ku të treja këto vende të hapin kufijtë e tyre dhe në këtë mënyrë Izraeli të kryejë pastrim etnik në Gaza, pra të dëbojë rreth 2 milion palestinez në mënyrë që territori i Gazës të kolonizohet nga qifutët që do vinë nga Evropa. Ndërkohë, pavarësisht thirrjeve të kryeministrit libanez për tërheqje, Izraeli ka deklaruar se nuk ka ndërmend të largohet nga zona tampon në kufi me Libanin dhe nisur edhe nga negociatat dhe situata e tanishme. A mund sakrifikohet edhe kjo zonë me një rezolutë të ngjashme në OKB si ajo për lartësitë Golan? Izraeli nuk mund të aneksojë dot territoret libaneze pasi OKB-ja me përjashtimin e amerikanëve është e gjitha në anë të Libanit. Por çfarë Netanyahu mund të bëjë në këto momente është që duke patur armë të shkatrimit në masë, duke patur teknologjinë më të mirë amerikane, Netanyahu po bombardon Libanin dhe do të vazhdojë që ta bombardojë, nga që interesi i Netanyahu në këto momente nuk është paqja, nuk është as marrëveshja me arabët. Në 27 nëntor 2024, Izraeli arriti marrëveshje me Hizbullahin, më pas arriti marrëveshje edhe me Hamasin për armë pushim dhe shkëmbim pengjesh, por puna është që Netanyahu nuk do shkëmbim pengjes. Netanyahut i intereson kaosi, i intereson lufta dhe për sa kohë që fuqitë evropiane nuk ndërhyn dot ushtarakisht në Izrael, sikur ndërhyn kundër Muammar al-Gaddafi në Libi, apo sikur ndërhyn kundër Saddam Husseinit në Irak, Izraeli dhe Netanyahu do të ketë dritën jeshile për të vrarë dhe të bombarduar njerëz. Disfavori i popujve arab është se ata nuk posedojnë teknologji dhe ushtri me të cilën ata mund të përballohen me Izraelin. Dhe Izraeli, duke qenë që ka superioritet teknologjik, duke qenë që posedon edhe bombën atomike, Izraeli do të vrasi
përsa të ketë qef dhe përsa kohë që perëndimi kolektiv do t'i japi dritën jeshile që të merret dhe të bëjë vrasje arabësh. E qartë, çfarë përfaqëson zoti Azeqi pushteti i ri në Siri? Kemi parë se Damasku është ftuar sërish në Ligën Arabe, kreu i vendit ka preferuar të shfaqet si moderuar pavarësisht se konfliktet kanë qenë të ashpra. Qeveria e re që është instaluar në Siri udhëhiqet nga një grup i Al-Qaidës, ekstremist të Al-Qaidës, qëllimi i të cilëve është destabiliteti i Sirisë. Ne kemi parë që prej 10 dhjetorit të vitit 2024, kur organizata terroriste Jabhat al-Nusrës përmbysi presidentin Bashar al-Assad, Siria është kthyer në një vend të hapur konflikti. Duruzët, alevitët, të krishterët, të gjithë janë kundër Damaskut. Por ky kaos që është krijuar në Siri, po shfrytëzohet nga Izraeli, ku Izraeli është duke i mbështetur grupet e ndryshme opozitare siriane, dhe në anën tjetër, nëse shohim amerikanët, i kanë dhënë dritën jeshile qeverisë së Ahmed al-Sharrës që të kryejë masakra kundër alevitëve dhe të krishterëve. Përpara rreth 10 ditësh, ne patëm disa masakra të mëdha që u kryen në zonën e Latakijës, ku alevit dhe të krishterë u vranë nga bandat e qeverisë së Damaskut. Në anën tjetër, Liga Arabe e ka pritur qeverinë e Ahmed al-Sharrës në takimin e saj, ka që arabët nuk kanë çfarë të bëjnë. Domethënë Egjipti, Arabia Saudite duan një farë stabiliteti. Dhe duhet dim edhe një gjë tjetër, që qeveria e Bashar al-Assadit, për shkak të lidhjeve që kishte me Rusinë dhe me Iranin, është parë me armiqësi nga sauditët që mbrapa tyre qëndrojnë amerikanët. Dhe rënja e Assadit nga sauditët shihet si një fitore e madhe, nga që regjimet arabe nuk duan prezencën e Iranit në botën arabe, nga që Irani sponsorizon grupet e rezistencës islamike, ndërsa regjimet e Arabisë Saudite, Emirateve Arabe dhe Bahreinit, ato duan paqe me Izraelin. Sa lidhet kjo frym, nëse mund ta quajmë kështu, me frymëzimin e 2 republikave fetare në botën islame, Iranin dhe Turqinë? Tani, në këtë momente që ne flasim, ekziston një farë lufte indirekte ndërmjet Turqisë dhe Iranit. E para, Turqia nuk është një republikë fetare, Turqia është një republikë laike shekullare, ndërsa Irani po, Irani është teokraci. Dhe për lindjen e mesme sot kemi 2 vizione. Vizioni i parë është që iranianët duan që ti mobilizojnë arabët dhe ti mundsojnë atyre që të shlirojnë Palestinën dhe ti rezistojnë agresionit izraelit. Për këtë arsye, iranianët kanë formuar atë që njihet si poshtë i rezistencës, duke themeluar një grup milicisë që nga Jemeni, Iraku, Siria, Libani, Palestina, për të rezistuar Izraelit. Në anën tjetër, Turqia ka një vizion tjetër, duke qenë vend aleat i Amerikës dhe NATO-s, Turqia kërkon një farë stabiliteti dhe kërkon kontroll në rajonin që është rreth e qark. Për këtë arsye, qeveria turke ishte ajo që mbështeti grushtin e shtetit që ndodhi në Damask në dhjetor të 2024-s, pasi ëndra turke është të kontrollojë Sirinë dhe të rrisi influencën e saj në botën arabe. Megjithatë, si Irani që u dobësua me largimin e Bashar al-Assadit, ashtu edhe Turqia, e cila tani më gjendet ushtarakisht brenda në Siri, që të dyja palët nuk do fitojnë, nga që e ardhmja e Sirisë do të vendoset nga amerikanët dhe izraelitët. Dhe Izraeli e ka bërë të qartë që pasi ata larguan influencën iraniane, armiku i radhës janë turqët. Ndërkohë, duket se vetëm Egjipti vazhdon pra të mbetet ishulli i nacionalizmit ushtarak në lindjen e afërme dhe të mesme. Si reflekton ky realitet mbi çështjen palestineze dhe a ka më një të ardhme kjo situatë? Egjipti ka një regjim nacionalist, por që prej vitit 1978, kur egjiptianët nënshkruan marrëveshjen e
Camp Davidit me izraelitët dhe me amerikanët, dhe në 1979 që Egjipti nënshkroi paqen me Izraelin, egjiptianët nuk duan luftë me Izraelin. Kuptohet që egjiptianët janë nacionalistë, egjiptianët kanë atë vijën e tyre të kuqe, qeveria egjiptiane deri në këto momente që ne flasim, zyrtarisht e ka kërcënuar Izraelin dhe i ka thënë që ne nuk do të lejojmë në asnjë mënyrë që ju ti deportoni palestinezët drejt Sinait në Egjipt. Por kjo është e gjitha që mund të bëjë Egjipti. Egjipti nuk bën dot më shumë se kaq, nga që armiku kryesor i botës arabe që janë izraelitët, nuk janë izraelitët, por janë amerikanët. Dhe egjiptianët, ashtu sikur turqit, ashtu sikur iranianët, e di që një luftë kundër Izraelit do të thotë luftë kundër Amerikës. E qartë, zoti Yazeti, faleminderit që ishit me mua, kënaqësi t'ju kisha. Mirë,